Përshëndetje, sot do të flasim për fatkeqësinë që ndodhi në Maqedoninë e Veriut, për atë që pam në të gjitha ekranet televizive, por për fatkeqësinë më të madhe për humbjen e 59 jetëve dhe qindra të tjerë të plagosurve për shkak të zjarrit që ndodhi në një diskotek. Janë gjëra që mund të ndodhin kudo, mund të ndodhin kujdo, dhe për këtë arsye është e mira që të kemi parasysh disa këshilla dhe disa elemente të cilat duhet i kemi parasysh në qoftë do të jenë prezente në këto lokale. Në radhë parë, ngushëllim familjarëve për fatkeqësinë që ndodhi, të afërme dhe ju jemi pranë gjithë atyre personave që vuajnë në këto momente nga vetë shkaku i sëmundjes që ato kanë mësuar. Siç e pat që nga pamja jashtë me godinës nuk ishte një godinë e përshtatshme për të bërë një aktivitet të tillë. Dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe, sidomos e institucioneve. Dy këshilla për të kaluar pasaj tek dëmtimet. Në qoftë se shkonin në diskotek, sigurisht që të rinjt janë më të shkujdesur nga të gjithë, sigurisht që qëllimi është të kënaqen, shkojnë aty të kalojnë orë të këndshme, të dëgjojnë këngët e tyre të preferuara, grupet e tyre të preferuara, të rrinë në shoqëri, të kalojnë një fundjavë të këndshme dhe kështu me radhë dhe të socializohen dhe të bëjnë shoqëri. Por duhet kemi parasysh që lokalet në cila ne shkojmë ka disa detyrime, sidomos në ato lokale ku numri është aq i madh sa që ishte në ato lokale ku ishte mbi 1000 e ca veta. Sigurisht që në këto raste është detyrë e institucioneve siç thash, por në radhë parë është detyrë e zjarrfiksve. Ata janë ato që vendosin normat përkatëse për këto lloj lokalesh. Por çfarë mund të bëjmë ne si njerëz të thjeshtë nëse ndodhemi aty dhe nëse ndodh një gjë e tillë? Në radhë parë kur shkoni në një lokal, shikoni dy gjëra elementare. Dera e hyrjes duhet të jetë një derë e madhe, të paktën me 2 kanata. Kur hyni brenda, duhet të ketë derë të daljes së sigurisë dhe siguroni, kontrolloni, t'i shikoni ato ku janë. Shkoni fizikisht t'i shikoni. Në ato ambiente edhe nuk duhet jenë të bllokuara. Ato duhet jenë me hapje nga brenda jashtë, me qëllim që të dalësh kollaj. E dyta duhet ketë një tregues për daljen ose exit, ku duhet t'i ndjekësh me shigjeta ose dhe me element ndriçues. Duhet ketë një ndriçim përkatës, përsa i përket dyerve të daljes së sigurisë, edhe në qoftë se ikin drita, duhet ketë një llambë emergjence e cila tregon daljet e sigurisë. Duhet, në qoftë se nuk është në katrin e parë, duhet të ketë veç daljeve edhe shkallë të jashtme sigurie nëpër të cilat njerëzit mund të largohen, në qoftë se bllokohet hyrja kryesore. Tjetër element i rëndësishëm janë edhe dritare duhet kontrollohen, ku janë dritare, sepse në qoftë se bllokohen dyert, ato janë të parat që duhet të afrohemi dhe të shikojmë mundësinë e largimit, edhe thyerjen e tyre në qoftë se është e nevojshme, por sidomos edhe kërkesa për ndihmë. Se siç e pam në Maqedoninë e Veriut, vetëm duke i njoftuar nëpërmjet akustikës, sepse ishte një ndezje e vogël diku në skenë, mbrapa skenës në tavan, derisa njerëzit e kuptuan që po merrte për masa të tilla, pastaj u drejtuan të gjithë drejt daljes së kryesore. Dhe gjëja më e keqe është kur të gjithë drejtohen drejt një dalje të vetme, ku paniku bën punën e vet. Paniku është armiku numër 2 mbas zjarrit, sepse na shkakton një situatë paniku, një situatë agitimi dhe një situatë në të cilën ne vrapojmë. Çdo vrapim në një ambient të tillë ku ti pengohesh dhe rrëzohesh është e sigurt që do të shtypin, sepse askush nuk ndalon, sepse askush nga mbrapa nuk shikon se kush ka rënë përpara dhe si është gjendja. Gjithsecili shikon vetëm dritën drejt së cilës drejtohet që të dali. Prandaj, për këtë arsye, në qoftë se ndodhemi, gjëja e parë, qëndroj qetë, mos kalon në panik. Studio me njëherë daljet nga janë, siç thash, në qoftë se dera e daljes kryesore është e bllokuar, shiko mundësinë e daljeve të siguresës. Qëndro ulur, qëndro poshtë, tymi gjithmonë qëndron më lart. Dhe ne qëndrojmë rrafsh me tokën ose në qoftë se nuk ka shumë njerëz dhe në qoftë se ka shumë dalje mund të kalojmë barkas ose edhe me zvarritje, me qëllim që mos të thithim tymrat që do të shikojmë vonë se çfarë shkaktojnë ato.
mos vrapo drejt derës si thash se do të pengohesh. Nxito, po mos vrapo. Mos kërko mjetet personale, nëse i ke lënë diku. Koha është vendimtare në atë moment. Edhe nëse nuk je me shokët që ke qenë, mos i kërko. Bërtit me zë të lartë, zjarr po dilni. Në qoftë se del nga diskoteka, mos u kthe brenda, mos tento të kthesh, por njofto me njëherë zjarr fikse dhe sigurohu që të jenë lajmëruar ato. Sigurohu që të njoftosh edhe urgjencën, për arsye se sigurisht në një event të tillë do të ketë persona të plagosur, persona me djegje, persona me intoksikim të rrugës frymarrjes nga tymrat që shkaktojnë vetë djegjet. Të gjitha këto janë element bazë që kushdo që shkon në një diskotek duhet t'i ketë parasysh dhe sigurisht që duhet që t'i verifikoj vetë fizikisht në qoftë se shkon aty. Për sa i përket dëmtimeve që pësojmë, radhë parë janë djegjet, që janë nga shkalla e parë, shkalla e dytë dhe shkalla e tretë. Pastaj janë tymrat, dhe janë ato që veç djegjeve që janë sipërfaqësore të lëkurës, qofse ato janë drejt fytyrës dhe fytit, në qofse se ne hapim gojën dhe kemi gjuhën me blozë të zezë, sigurisht që flakët kanë marrë edhe pjesën e fytyrës, sigurisht që kanë dëmtuar edhe mukozën e brendshme të gojës të tij hipofaringut. Në rast se këdo që shikoni, ose edhe vetë mund ta shihni gjuhën tuaj, me pak mundim, ose edhe duke e fshirë me dorë dhe duke parë materialin, duhet me njëherë të kërkoni ndihmën e urgjencës ose të drejtoheni drejt një institucioni shëndetësor. Për arsye se, në qoftë se rrugët e sipërme të frymarrjes janë përfshirë, gjëja që vjen me njëherë mbas djegjes, mbas disa minutash është ëndja e rrugëve të sipërme të frymarrjes, e fytit me pak fjalë, gjë e cila bllokon rrugët e frymarrjes dhe është e pamundur edhe të bësh intubimin më vonë. Jemi të detyruar pastaj të bëjmë trakeostomin që është teknikë e hapjes së trakesës nga jashtë, por sigurisht duhet të ketë një personel të trajnuar, të specializuar për atë punë. Prandaj nëse i vini re këto gjëra, drejtoni menjëherë drejt një institucioni shëndetësor ose sigurohuni që urgjenca është duke ardhur, me qëllim që të evitohet dërgimi në arrest respirator për arsye të ëndjes, pra të edemës së hipofaringut dhe bllokimit të rrugëve të frymarrjes. Në qoftë se kemi djegje, në qoftë se rrobat tona kanë marrë flak, mos vraponi, sepse po vrapuat, oksigjeni ndihmon djegjen. E vetmja gjë e këshillueshme është që duhet, nëse kemi dalë nga ambienti patjetër, të shtrihemi për tokë dhe të rrotullohemi rreth trupit ton, sepse bllokohet prania e oksigjenit dhe fiken shuhen pra teshat tona që kemi veshur. Në qoftë se e kryejmë këtë veprim, mundohuni që të mos i hiqni rrobat me njëherë, sepse kur janë të ngjitura me trupin, ato mund të marrin edhe indet tona, pra muskujt tanë së bashku me heqjen e rrobave, dhe ka teknika të ndryshme. Shkoni me njëherë në një burim uji, shplajeni djegjen me ujë edhe 10 dhe 20 minuta, jo me akull, me ujë normal, me qëllim që të ndaloj procesi i djegjes. Edhe heqja e teshave bëhet në mënyrë graduale, duke i lagur ato dhe duke i hequr me kujdes, me qëllim që të evitojmë djegjen e mtejshme. Në qoftë se keni djegje të çfarëdo lloj shkalle qoftë, por sidomos kur dalin flluzkat, mos i shponi ato, sepse ato mund të shkaktojnë pastaj infeksion në një moment të dytë dhe para se djegja të shërohet duhet shumë kohë. Pra këto janë disa nga këshillat për të parë ambientin dhe nëse ndodhemi në ato ambiente, si të largohemi, dhe nëse largohemi dhe kemi marrë, jemi djegur, kemi flak, se si të ndalojmë dhe të shuajmë ato. Po në rast se kemi thithur tymin ose përbërësit e tymit që janë të ndryshëm. Ato janë nga djegja e materialeve të ndryshme që ndodhen brenda një godine të tillë. Siç e pat në pjesën filmike, çatia ishte me ternit, por aty mund të ketë plastik, mund të ketë dru dhe materiale të tjera që përmbajnë edhe kimikate. Dhe nga djegja zakonisht kryesorja është prodhimi i monoksidit të karbonit, i CO-s, i cili çfarë bën?
lidhet me hemoglobinën dhe nuk lejon dhe nuk hiqet më nga hemoglobina dhe nuk lejon më transportimin e oksigjenit me hemoglobinë në indet tona. Pra, vdesim në hipoksi, nuk kemi oksigjen në dispozicion të indeve tona. Kështu që këshilla është nëse largimi menjëhershëm nga ky ambient, sepse aty veç monoksidit të karbonit ka edhe dioksid karboni. Rritja e përshëndimit të dioksidit të karbonit sigurisht krijohet si rezultat i djegjes dhe ajo që ne eliminojmë gjatë gjithë kohës është dioksidi i karbonit nëpërmjet mushkrive dhe marrja e oksigjenit. Kështu që largimi nga burimi, hapja e ambienteve. Tjetër mund të jetë dioksidi i squfurit, që është një gaz që shkakton acarim të rrugëve të frymarrjes. Mund të jetë dioksidi i azotit. Edhe ky janë gaze të dëmshme që irritojnë të gjitha mukozat tona, por mund të shkojnë deri në rrugët e poshtme të frymarrjes. Po ashtu janë cianidi i hidrogjenit, shpesh lirohet nga djegja e plastikës dhe e materialeve që shkaktojnë probleme kronike të frymarrjes. Sidomos grincat e plurit që i themi ne, që janë PM10 ose PM2.5, të cilat janë pjesë të metaleve të rënda. Ato depozitohen në rrugët e poshtme të mushkrisë dhe mëtej mund të shkaktojnë probleme jo vetëm të bronkiteve, të polmoniteve, por edhe probleme të mëtejshme që mund të jenë dhe një burim i sëmundjeve kancerogjene. Policiklikët aromatik janë kancerogjen që prodhojnë dhe ato. Avuj metalesh të rënda, tymi nga djegja e metale industriale mund të përmbaj plumbin, po ashtu një nga metalet e rënda që janë shumë të dëmshme. Pra, rreziqet, siç tham, mund të jenë probleme me rrugët e frymarrjes, siç mund të jetë azma, siç mund të jetë bronkiti kronik, emfizema, helmimi nga monoksidi i karbonit, siç e thash, që pastaj ka nevojë për jo vetëm për oksigjen, por ka nevojë edhe për një dhomë hiperbarike për të zgjidhur lidhjen e monoksidit të karbonit me hemoglobinën. Dëmtime nervore dhe kardiovaskolare, rritje e rrezikut për kancer në mushkëri dhe organe të tjera. Për të mbrojtur veten nga tymi është e rëndësishme që të shmangim ekspozimin ka shityre dhe siç e thash, zakonisht tymrat qëndrojnë lart dhe ne duhet që të rrim me kokën ulur, të ecim të palosur drejt tokës ose edhe me zvarritje me qëllim që të thithim sa më pak tymra për të dalë sa më shpejt dhe sa më të pa dëmtuar nga ambienti, siç e tham që kam zjarr, kam marflak e kështu me radhë. Gjej rrugën më të sigurt për të dalë. Në qoftë se, siç thash pak më parë, rruga është e bllokuar, dalja kryesore, shikoni dyert të tjera ku mund të jetë, por një këshill do t'ju thoja që kur shkoni drejt një dere, prekni dorezën. Në qoftë se doreza është e nxehtë, mos e hapni derën sepse zjarri mund të jetë nga ana tjetër shumë afër dhe do t'ju vijë një flak drejt fytyrës që do t'ju dëmtojë më shumë. Në qoftë se doreza është e ftohtë, hapeni me kujdes ngadalë për të parë dhe për të observuar dalje të tjera, ose në qoftë se është një dhomë e madhe dhe me dritare, ju mund të futeni brenda saj, të mbyllni derën dhe ajo që mund të bëni me çfarëdo lloji tesha ose indi tjetër, të blokoni, si thua, poshtë derës, çarjet anash derës, në qoftë se është e mundur dhe keni dispozicion ujë, i lagni rrobat me qëllim që të mos hyjë tymi, që të mos intoksikoheni. Kur del nga ambienti, mos përdor ashensorin, përdor shkallët, sepse zjarri mund të bëjë që të ikin dritat, të bllokohet ashensori dhe mbi të gjitha edhe vetë ashensori mund të përfshihet nga flakët, kështu që është një vdekje e sigurt brenda këtyre ambienteve. Për këtë arsye përdor vetëm shkallët. Ajo që thash për rrobat, nëse kanë marrë flak, në çdo moment mos vraponi, po shtriuni dhe rrotullohuni rreth vetes. Në këto ambiente sigurisht që duhet të ketë sinjalizues ose sinjalizues alarmi të tymit e kështu me radhë. Për këtë arsye, duhet që të veprojmë sa më shpejt dhe të mos panikosemi. Kjo është gjëja kryesore që ne duhet të bëjmë në një situatë të tillë. Të jemi të sigurt që të mos dëmtohemi dhe mos të bijmë pre
e panikut gjithë tjerve, mundësisht edhe në qoftë se jemi më të përmbajtur, të drejtojmë edhe të tjerve që të dalim me kujdes, shikoni të gjitha daljet, kush i di këto këshilla kuptohet, ecni me kokën poshtë dhe mundësisht edhe nëse kemi një rrobë të lagur ta vëmë përpara rrugëve të frymarrjes, te hunda dhe goja, me qëllim që mos të thithim tymrat, përbërësit e tyre dhe metalet e rënda, të cilat mund na shkaktojnë të gjitha ato komplikanca që tham pak më parë. Kjo ishte biseda për sot, duke e lidhur gjithmonë me fatkeqësinë. Shikohemi në episodet e ardhshme.